Gjatë kohës që ndodhej brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, asaj të Big Brother VIP 4, Egli Takos i erdhi një mesazh ku thuhej se ishte nga Redon Berani, ish banor i shtëpisë. Sytë janë pasqyra e shpirtit tënd të bukur. Të lutem mos lejo të venitet shkëlqimi që reflektohet në Tokyo Experience do mbaroj dhe unë mezi pres të takoj. Ishin këto fjalët e mesazhit, të cilin presupozohej se e kishte dërguar Redoni. Së fundmi, ish banori i Big Brother VIP 4, Redon Berani ishte i ftuar në emisionin e diell në Top Channel, ku foli për eksperiencën e tij në shtëpi dhe raportin me Eglin, por gjithashtu edhe për një mesazh që i shkoi banores brenda shtëpisë së Big Brother. Për hir të vërtetës, nuk kam çuar mesazh, nuk kam qenë ai unë, por nëse është përdorur emri im për diçka pozitive, atëherë s'kam asgjë kundër. Më ka ardhur keq që është përdorur emri im në atë aspekt, që mundet të më dëmtojë ndonjë raport që mund të jem duke e krijuar, tha ai. Po ashtu, Redoni ka ndarë mendimin e tij për Gjeneta Fetahun dhe Egli Takon. Gjeneta është më e fortë emocionalisht se sa Egli. Egli është më e brisht, por Egli këtë me argumenta e han, tha Redoni.